Letra e parë e apostullit Paul drejtuar Korintasve. Kapitulli 1. Pali i thirrur apostulli Jezus Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë dhe vëllai Sosten, kishës së Perëndisë që është në Korint, të shenjtëruarve në Krishtin Jezus, të thirrur shenjtor bashkë me të gjithë ata që në çdo vend e thërrasin emrin e Jezus Krishtit, Zotit të tyre dhe tonit. Hir dhe paqe për ju, nga Perëndia aty ynë dhe nga Zoti Jezus Krisht. Përherë faleminderit Perëndis tim për ju, për hirin e Perëndis i cili ju është dhënë me anë të Jezus Krishtit, sepse me atë ju bë të pasur në të gjitha, në çdo fjalë dhe në çdo njohuri, sepse dëshmimi i Krishtit që u vërtetua ndër ju, kaq sa nuk ju mungon asnjë dhunti, ndërsa prisni zbulesën e Zotit ton Jezus Krisht, i cili do t'ju vërtetoj deri në fund që të jeni të paqortueshëm në ditën e Zotit ton Jezus Krisht. Besnik është Perëndia, dhe nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e birit të tij, Jezus Krishtit, Zotit ton. Tani vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit ton Jezus Krisht, të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni midis jush dhe të mos keni ndasin midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet. Amen. 1 Korintasve kapitulli 1, 10. Duke pasur një mendje dhe një vullnet, sepse më është treguar për ju o vëllezër se nga ata të shtëpisë së Kloes se në mes jush ka grindje. Dhe dua të them këtë që se cili nga ju thot, unë jam i Palit, unë jam i Apolit, unë i Kefës dhe unë i Krishtit. Vallë i ndarqën ka Krishti. Mos Pali u kryqëzua për ju, apo ju u pagëzuat në emër të Palit. E falenderoj Perëndin që nuk kam pagëzuar asnjë nga ju, me përjashtim të Kripsit dhe Gajit, që askush të mos thot se u pagëzova në emrin tim. Unë pagëzova edhe familjen e Stefanës, përveç tyre nuk di të kem pagëzuar ndonjë tjetër, sepse Krishti nuk më dërgoi të pagëzoj, por të predikoj ungjillin. Jo me dituri fjale që kryqi i Krishtit të mos dali kot, sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndis. Sepse është shkruar, do të bëj të humbas dituria e të diturve dhe do të asgjësoj zgjuarsinë e të zgjuarve. Ku është i dituri, ku është skribi, ku është debatuesi i kësaj epoke, a nuk e bëri të marrë Perëndia diturinë e kësaj bote, sepse duke qenë se nëpërmjet diturisë së Perëndis, bota nuk e njohu Perëndin me urtinë e vet, Perëndis i pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit, sepse judejt kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë dituri, por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për judejt dhe marrëzi për grekët. Kurse për ata që janë thirrur, qofshin judej apo grek, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndis dhe dituria e Perëndis, sepse marrësia e Perëndis është më e ditur se njerëzit dhe dobësia e Perëndis më e fortë se njerëzit. Shikoni në fakt thirrjen tuaj vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur sipas mishit dhe jo shumë të fuqishëm dhe jo shumë fisnik, por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara dhe gjërat që nuk janë për të asgjësuar ato që janë, dhe asnjë mish të mos mburret përpara tij. Por prej ti ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, që sikurse është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. Kapitulli 2. Edhe unë o vëllezër, kur erdha tek ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh, a diturie që t'ju shpall dëshminë e Perëndis, sepse vendosa që të mos di gjë tjetër ndër ju, veç Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Edhe unë kam qenë te ju me dobësi, me frikë dhe dritërim të madhe, dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamense, nga dituria njerëzore, por në dëftimin e shpirtit të shenjtë dhe të fuqisë. Amen. Haleluja. Që besimi juaj të mos qëndrojë në diturinë njerëzore, por mbi fuqinë e Perëndis. Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj epoke, e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë. Por flasim diturinë e Perëndis,
të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar për para korash për lavdin ton, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por sikurse është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po, Perëndia na i ka zbuluar me anë të shpirtit të tij, sepse shpirti jeton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Sepse cili nga njerëzit pra njeh gjërat e njeriut përveç se shpirti i njeriut që është në të. Po kështu, asnjëri si njeh gjërat e Perëndis përveç se shpirti të Perëndis. Dhe ne nuk kemi marrë shpirtin e botës, po kemi marrë shpirtin që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këtë edhe flasim, por jo për fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga Shpirti i Shenjtë, duke i krahasuar gjërat shpirtërore me fjalë shpirtërore. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të Shpirtit të Shenjtë, sepse për te janë marrëzi dhe nuk mund t'i njoh, sepse ato gjykohen frymërisht. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë, edhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjëri, sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që të mund ta mësojë atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Amen. Kapitulli 3. Edhe unë, o vëllezër, nuk mundi aty flas si njerëz frymëror, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnjat në Krisht. Ju dhash qumësht për të pirë dhe ju dhash ushqim dhe nuk ju dhash ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje të asimilonit madje edhe tani. Jo, edhe tani jo, sepse jeni akoma në mish. Në fakt, sepse midis jush ka smir, grindje, përçarje dhe nuk jeni të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës së njerëzve? Sepse kur dikush thot unë jam i Palit dhe një tjetër unë jam i Apollit, a nuk jeni ju të mishit? Kush është pra Pali dhe kush është Apolli, veç se shërbëtor me anë të cilëve ju besuat, dhe ashtu si Zoti i dha gjithë secilit. Unë bolla, Apolli u iti, por Perëndia i bëri të rriten. Kështu pra, as ai që mbjell, as ai që u it nuk është gjë, por Perëndia që rrit. Por ai që mbjell dhe ai që u it janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij. Ne pra jemi bashkëpunëtor të Perëndis. Ju jeni ara e Perëndis, ndërtesa e Perëndis, si pajisiri të Perëndis që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të, por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezus Krishti. Dhe në qoftë se dikush ndërton mbi këtë themel, ar, argjend, gur të çmuar, dru, san, kasht, vepra e secili do të shfaqet, sepse dita do të tregoj, sepse do të zbulohet me anë të zjarrit, dhe zjarri do të provojë veprën e gjithë secilit edhe çfarë do lloji është. Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, ai do të marrë një shpërblim. Në qoftë se vepra e tij digjet, ai do të pësojë humbje, por ai vetë do të shpëtohet sipërmes zjarrit. A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndis dhe se Shpirti i Perëndis banon në ju? Nuk e dini juve këtë? Haleluja, Zot. Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndis, Perëndia do ta prish atë, sepse tempulli i Perëndis i cili jeni ju është i shenjtë. Askush të mos mashtroj vetveten. Në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është i urtë, në këtë kohë le të bëhet i marrë, që të mund të bëhet i urtë, sepse dituria e kësaj bote është marrëzi pranë Perëndis, sepse është shkruar, ai zë të urtët në ditënakërinë e tyre. Dhe përsëri është shkruar, Zoti i njeh mendimet e të urtëve se janë të kota. Prandaj asnjë të mos mburret në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuajat. Pali, Apolli, Kefa, bota, jeta, vdekja, gjërat e tanishme, gjërat e ardhshme, të gjitha gjërat janë tuajat. Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Amen. Kapitulli 4. Kështu, njeriu pra letëm na mbaj për shërbëtor të Krishtit dhe si di administrator të misterëve të Perëndis. E tjetra që kërkohet nga administratorët është se secili të gjendet besnik. Sa për mua, më intereson pak fort që të gjykohem prej jush,
ose prej një gjykate njerëzore, madje as vetvete nuk e gjykoj, sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk jam justifikuar. Por ai që më gjykon është Zoti. Prandaj mos gjykoni asnjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë të fshetat e errësirës dhe do të shfaq këshillat e zemrave dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Dhe tani o vëllezër, për të mirën tuaj ja kalova këto gjëra vetes time dhe Apolit, që nëpërmjet nesh të mësoni që të mos mendoni përtej asaj që është shkruar, që të mos krekoset ndonjë prej jush njëri kundër tjetrit, sepse çfarë të bën të ndryshëm, çfarë ke ti që nuk e ke dhe nëse e ke marrë, pse krekosesh sikur nuk e ke marrë. Tashmë jeni të ngopur, tashmë jeni të pasur, tashmë u bot mbretër pa ne dhe karti ishit bërë mbretër, që edhe ne të mbretëroni me ju, sepse unë mendoj se Perëndia na ka paraqitur ne si apostujsi të fundit. Na ka paraqitur ne apostujsi të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën, për engjëjt dhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të urtë në Krishtin. Ne jemi të dobët por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Deri tani vuajmë nga uria, etja, e jemi të zhveshur, jemi të qelluar me shuplaka dhe ne endemi pa shtëpi. Dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë, duke qenë të shar lutemi, jemi bërë si pislleku i botës, por si plerat e të gjithëve deri më sot. Këto gjëra nuk po ja u shkruaj që t'ju turpëroj, por që t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur, sepse edhe sikur të kishit 10.000 mësues në Krishtin, nuk do të kishit shumë etër, sepse unë ju kam dhënë jetë në Krishtin Jezus me anë të Ungjillit. Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. Për këtë arsye ju kam dërguar Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në Zotin. Ky do t'ju kujtoj udhët e mia në Krishtin, ashtu siç mësoj kudo që në çdo kish. Dhe disa u krekosën, sikur nuk do të vija më tek ju, por shpejt kam për të ardhur tek ju në dashtë të Zotit dhe kam për të njohur jo fjalën, po fuqinë e atyre që janë krekosur, sepse mbretëria e Perëndis nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. Amen. Haleluja. Çfarë doni? Që të vi tek ju me shthupër apo me dashuri dhe zemër butësi? Kapitulli 5. Kudo po dëgjohet se ndër ju ka kurvëri, madje një kurvëri e tillë që as nuk zihet në gojë ndër pagan, saqë një shkon me gruan e babait të vet. Dhe ju u krekosët e madje nuk vuajtët që të hiqet nga mesi juaj ai që ka kryer një punë të tillë. Dhe unë megjithse nuk jam aty me trup, me frymë jam aty. Dhe sikurse ti isha i pranishëm, kam gjykuar tani me atë që bëri këtë. Në emër të Zotit ton Jezus Krisht, mbasi të mblidheni ju bashkë me frymën time, me fuqinë e Zotit Jezus Krisht, vendosa që t'i dorëzohet ky njeri në dorë të Satanit, për prishjen e mishit, që t'i shpëtohet fryma në ditën e Zotit. Mburrja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrum gjithë brumin? Hiqni pra majan e vjetër, që të jeni një brum i ri, siç jeni pa maja, sepse pashka jon që është Krishti u flijua për ne. Prandaj le të kremtojmë festën jo me maja të vjetër, as me maja ligësie dhe keqësie, por me bukë pa maja, të sinqeritetit dhe të së vërtetës. Ju kam shkruar një letër që të mos përzjeni me kurvar, dhe as pak me kurvarët e kësaj bote, ose me lakmuesit, ose me cubat, ose me idhujtarët, sepse atëherë duhet të dilni nga bota. Por tani u shkrova të mos përzjeni me atë të ashtu quajtërin vëlla, që është kurvar ose lakmues ose idhujtar, o shpifës o pianec ose cup, me një të tillë bile as mos hani bashk, sepse a më takon mua të gjykoj edhe ata që janë jashtë, a nuk i gjykoni ju të brendshmit? Por ata të jashtëmit Perëndia i gjykon. Prandaj nxirreni të ligun jashtë vetes tuaj. Kapitulli 6. A guxon ndonjë nga ju, kur ka ndonjë çështje kundër një tjetri, të gjykohet përpara të padrejtëve dhe jo përpara shenjtorëve? A nuk e dini ju se shenjtorët do të gjykojnë botën? As grabitësit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, dhe të tillë ishin disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqsuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të shpirtit të Perëndis ton. Çdo gjë më lejohet,
po jo gjithçka është e dobishme. Çdo gjë më lejohet, por unë nuk do t'i nënshtrojmë asnjërs. Gjellët janë për barkun dhe barku për gjellët, por Perëndia do të shkatroj edhe këtë edhe atë. Por trupi nuk është për kurvëri, por për Zotin dhe Zoti për trupin. Tani Perëndia, siç i ringjalli Zotin, kështu do të na ringjall edhe ne me fuqinë e tij. A nuk e dini ju se trupat tuaja janë gjymtyrë të Krishtit? Të marr pra unë gjymtyrët e Krishtit dhe t'i bëj gjymtyrët e një kurve? Kur mos qoftë. Mos qoftë ashtu. A nuk e dini ju se ai që bashkohet me një kurv bëhet një trup me te? Sepse thuhet, do të jenë të dy, thot Zoti, një mish i vetëm. Por ai që bashkohet me Zotin është një frymë me te. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkarton kundër trupit të vet. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Shpirtit të Shenjtë, që është në ju, dhe cilin e keni nga Perëndia, se nuk e përkis dhe cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdojeni Perëndin pra për trupin tuaj dhe në frymën që i përkasim Perëndis. Kapitulli 7. Tani lidhur me ato që më shkruat, mirë është për njeriu të mos prek grua, por për shkak të kurvërimit le të ketë secili gruan e vet dhe secila grua burrin e vet. Burri le të kryejë detyrën martesore ndaj gruas, po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri. Gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. Mos ja privoni njëri tjetrit, veç në qoftë se jeni marrë vesh për një farë kohe që t'i kushtojni agjërimit dhe lutjes, dhe përsëri e janë i bashk që të mos t'ju tundoj Satani për shkak të mungesës së vetkontrollit tuaj. Dhe këtë unë e them si leje, jo si urdhërim. Sepse do të doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë, por secili ka dhunti të veçanta nga Perëndia, secili kështu dhe tjetri ashtu. Por të pamartuarve dhe grave të veja, do ju them se për tash më mirë nëse qëndrojnë si unë. Por në qoftë se s'kan vojt kontroll, le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Kurse të martuarve i urdhëroj jo unë, por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri, dhe në qoftë se ndahet të mbetet e pamartuar, ose të pajtohet me burrin e saj, dhe burri të mos e larg gruan. Dhe të tjerëve u them unë, jo Zoti, në qoftë se një vëlla ka një grua jo besimtare dhe ajo pranon të jetojë bashkë me të mos e lër atë. Edhe gruaja që ka një burr jo besimtar, në qoftë se ai e pranon të jetojnë bashkë me të mos e lër atë. Sepse burri jo besimtar është shenjtëruar me anë të gruas dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar me anë të burrit. Sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, kurse kështu janë të shenjtë. Nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet. Në këto raste vëllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe. Sepse çfarë di ti o grua, nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr, nëse ke për ta shpëtuar gruan. Gjithë secili të vazhdoj të jetoj ashtu si ja ka dhënë Perëndia, dhe ashtu sikurse e thirri Zoti dhe kështu urdhëroi në të gjitha kishat. A u thirr ndokush kur ishte i rreth prerë? Le të mos bëhet i pa rreth prerë. Dikush u thirr kur ishte i pa rreth prerë, le të mos rreth pritet. Rreth prerja nuk është asgjë dhe pa rreth prerja nuk është asgjë. Vetëm zbatimi i urdhërimeve të Perëndis ka rëndësi. Gjithë secili le të mbetet në atë gjendje në të cilën ishte thirrur. Ai e thirrur kur ishte sklav, mos u pikëllo, por edhe nëse bëhesh i lirë, më mirë ta bësh këtë, sepse ai që është thirrur në Zotin kur ishte sklav është i liruar i Zotit. Po ashtu ai që është thirrur kur ishte i liruar është sklav i Krishtit. Ju jeni bler me një çmim. Mos u bëni sklevër të njerëzve. Vëllezër, secili le të mbetet tek Perëndia në gjendjen në të cilin është thirrur. Por për sa u takon virgjëreshave, s'ka urdhër nga Zoti, po jap një mendim si njeri që kanë fituar mëshirën e Zotit për të qenë i besueshëm. Mendoj se është më mirë për njeriu të jetë kështu siç është për shkak të ngushticës së tanishme. Je i lidhur me një grua, mos kërko të zgjidhesh. Je i zgjidhur nga gruaja, mos kërko grua. Por edhe nëse martohesh, ti nuk mëkaton. Edhe nëse një virgjëres martohet, nuk mëkaton. Por këta do të kenë shtrëngim në mish, dhe unë dëshiroj t'ju kurse juve. Dhe po ju them këtë o vëllezër, se koha e tanishme
është shkurtuar, kështu tashe tutje, edhe ata që kanë gra të jenë si ata që nuk kanë, edhe ata që qajnë si kur të mos qanin, edhe ata që gëzohen si kur të mos gëzoheshin, edhe ata që blejnë si kur të mos kishin gjë në zotërim, edhe ata që përdorin nga kjo botë si kur të mos e përdornin, sepse forma e kësaj bote po kalon. Dhe unë dëshiroj që ju të jeni pa merak. I pa martuari merakoset për gjërat e Zotit, si mund t'i pëlqej Zotit, por i martuari merakoset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqej gruas së tij. Ka dallim gruaja nga virgjëresha, e pa martuara kujdeset për gjërat e Zotit, që të jetë e shenjtë në trup edhe në frym, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqej burrit. Edhe këtë unë e them për dobin tuaj, që jo që t'ju vë një lak, po që të jeni të hishëm dhe t'i kundërshtojeni Zotit pa u shkëputur. Por me qenë se dikush mendon të sillet në mënyrë të pajishme ndaj virgjëreshës së tij, kur asaj kalon lulja e kohës, edhe duhet të bëhet kështu, le të bëj çfarë të doj, le të martohet. Por ai që është i qëndrueshëm në zemër të vet dhe që nuk i nënshtrohet nevojës, por është Zoti vullnetit të vet, nuk e ka vendosur në zemër të vet të ruaj virgjëreshën e tij, bën mirë. Prandaj ai që marton bën mirë, ai që nuk e marton bën edhe më mirë. Gruaja është e lidhur për sa kohë rron burri sar, por në qoftë se i vdes burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të doj. Veç se kjo punë të bëhet me Zotin, por sipas gjykimit tim, ajo është e lumtur, po mbeti ashtu, dhe mendoj se edhe unë e kam frymën e Perëndis. Kapitulli 8. Për sa u përket flijimeve për idhujt, ne e dim se të gjithë kemi njohuria krekos kurse dashuria ndërton. Në qoftë se dikush mendon se di gjithçka, ai nuk di endes asgjë sikur se duhet të di. Por në qoftë se dikush e do Perëndin, ai është i njohur prej tij. Pra, për sa i përket të ngrenit të flive, po që ju bëhen idhujve, ne dim se idhulli nuk është asgjë në botë dhe se nuk ka perëndi tjetër veç një. Sepse ndonjë se kata ashtu quajtura perëndi në qiella në tokë, sikur se ka shumë perëndi dhe shumë zotër, por për ne s'ka veç se një perëndi, Ati, nga i cili janë të gjitha gjërat, edhe ne në te, dhe një Zot Jezus Krishti, me anë të cilit janë të gjitha gjërat dhe ne jetojmë me anë të tij. Por njohuria nuk është në të gjithë, madje disa të ndërgjegjshëm për idhujt hanë gjëra posi të flijuara idhujve, dhe ndërgjegjja e tyre duke qenë e dobët për lyet. Por të ngrenit nuk na çon tek Perëndia, po të ham nuk fitojmë asgjë më tepër, dhe po të mos ham s'kemi gjë më pak. Por keni mendjen se mos kjo liri që keni të bëhet pengesë për të dobtit, sepse në qoftë se dikush të shet ty, që ke njohuri të ulur në tryezë në një tempull idhujsh, ndërgjegjja e tij që është e dobët, a nuk do të marrë guxim që ai të hajë gjërat e flijuara për idhujt? Dhe kështu për shkak të njohurisë sate do të humbas vëllai yt i dobët, për të cilin vdiq Krishti. Dhe kur mëkatoni kështu kundër vëllezërve, duke plagosur ndërgjegjen e tyre të dobët, ju mëkatoni kundër Krishtit. Prandaj në qoftë se një ushqim skandalizon vëllain tim, unë nuk do ta ha më kurrmish që mos e skandalizoj vëllain tim. Kapitulli 9. As jam unë apostull, as jam unë i lirë, po a nuk e pash Jezus Krishtin Zotin ton? A nuk jeni ju vepra ime në Zotin? Në qoftë se për të tjerët, unë nuk jam apostull, së paku për ju jam, sepse ju jeni vula e apostullimit tim në Zotin. Kjo është mbrojtja ime ndaj atyre që më hetojnë. A nuk kemi edhe ne të drejtë të hamë të pim? A nuk kemi edhe ne të drejtë të marrim me vete një bashkëshorte që të jetë motër në besim sikurse apostujt e tjerë dhe vëllezërit e Zotit edhe Kefa? E po vetëm unë dhe Barnaba nuk kemi të drejtë të mos punojmë. Kush vallë shkon në luftë me shpenzimet e veta? Kush mbjell vresht dhe nuk ka nga fruti i tij? Kush kullot një tufë dhe nuk ka nga qumshti i tufës? A i them këto si njeri? A nuk e thot këto ligji? Sepse në ligjin e Mojsiut të shkruar, mos ja lidh gojën kaut që shit. A u merakos ka Perëndia për qetë vallë? Apo e thot këtë për ne? Vërtet për ne janë shkruar, sepse kush lëron duhet të lëroj me shpresë dhe kush shin duhet të shi me shpresë që të marrë atë që shpreson. Në qoftë se ne kemi mbjell midis jush
gjatë gjërat frymërore, a është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale? Në qoftë se të tjerët kanë pjesë të kësaj të drejte mbi ju, a nuk do ta kishim më shumë më tepër ne? Por ne nuk e përdorim këtë të drejtë, po durojmë çdo gjë për të mos ju vënë asnjë pengesë ungjillit të Krishtit. Nuk e dini ju se ata që kryejnë shërbesën e shenjtë han nga gjërat e tempullit, dhe ata që i shërbejnë altarit marrin pjesë nga të mirat e altarit. Kështu edhe Zoti urdhëroi që ata të shpallin ungjillin, nga ungjilli do të rrojnë. Por unë nuk përdora asnjë nga këto gjëra, as nuk i shkrova që kështu të më bëhet, sepse për mua është më mirë të vdes se sa dikush ta bëj të kot të mburrit tim. Sepse në qoftë se unë predikoj ungjillin, s'ka asgjë që unë të mburrem, sepse kjo është një nevojë që më është ngarkuar, edhe mirë unë po nuk e predikova ungjillin. Sepse po e bëra këtë, mentalisht do të kem një vullnetarisht do të kem një pagë, por po ta bëj kundër dëshirës, mbetet gjithnjë një detyrë që më është besuar. Cila pra është paga ime? Që duke predikuar ungjillin ta bëj ungjillin të ofruar falas, pa e përdorur për keq pushtetin tim në ungjill. Sepse ndonë se jam i liruar nga të gjithë, e bëra veten time shërbëtor të të gjithëve, që të fitoj sa më shumë njerëz. Kështu e kam bërë veten time jud me judenjt, për t'i fituar judenjt. E kam bërë veten time si një që është nën ligj për ata që janë nën ligj, për të fituar ata që janë nën ligj. Me ata që janë pa ligj, e kam bërë veten time si pa ligj, ndonë se nuk isha pa ligjin e Zotit, por në ligjin e Krishtit, për të fituar ata që janë pa ligj. E kam bërë veten time të dobët me të doptit, për të fituar të doptit. E kam bërë veten time gjithçka për të gjithë që të mund të shpëtoj me çdo mënyrë disa njerëz. Dhe këtë e bëj për hir të ungjillit, që të bëhem edhe unë pjesëtar i tij. A nuk e dini se ata që vrapojnë në pistë, vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e fiton çmimin. Vraponi në mënyrë që ta merrni, dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha, dhe ata që bëjnë këtë për të marrë një kuror që prishet, kurse ne një kuror që nuk prishet. Unë pra vrapoj, por jo si kur jam i pasigurt. Kështu që luftoj, por jo si kur rrah erën, madje e mundoj trupin tim dhe e nënshtroj se mos pasi tu kem predikuar të tjerve, të bëhem për tu përjashtuar. Kapitulli 10. Sepse o vëllezër, unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë e tritan ishin në ren dhe të gjithë shkuan në ndet. Dhe të gjithë u pagzuan për mojësinë në re dhe në det, të gjithë ëngrën të njëjtin ushqimor, të gjithë pinë të njëjtën pije frymore, sepse pinin prej shkembit frymëror që i ndiqte, dhe ky shkemb ishte Krishti. Sepse Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, sepse ranë të vdekur në shkretë të tir. Dhe këto u bën si shembull për ne që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata, dhe të mos bëjmë idhujtari, si disa nga ata, sikur se është shkruar populli ul të haj ose të pi dhe u ngrit për të luajtur, dhe të mos kurvërojmë ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 24.000, dhe të mos e tundojmë Krishtin ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vran nga gjarprim, dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata, dhe u vran nga shkatërruesi, dhe të gjitha këto gjëra u ndodhen ashtu si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton, për ne që jemi në mbarim të epokës. Prandaj ai që mendon se qëndron në këmbë, le të shoh se mos bjerë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundojnë për te i fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap edhe rrugdalje, që ju të mund ta përballoni. Prandaj të dashurit e mi, largoni nga idhujtaria, po ju flas si të mençur, gjykoni ju atë që them. Kupa e bekimit që ne bekojmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në gjakun e Krishtit? Buka që ne thyejmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në trupin e Krishtit? Sepse ne të shumtit jemi një bukë, një trup, sepse të gjithë marrin pjesë në vetveten bukë. Shikoni Izraelin sipas mishit, ata që han flijimet, a nuk janë pjesëmarrës të altarit? Çfarë them pra, se idhujt është diçka, apo se ajo që u është flijuar idhujve është diçka? Jo,
Por them se gjërat që flejojnë jo e brejt, ju a flejojnë demonëve dhe jo Perëndis. Tani unë nuk dua që ju të keni pjesë me demonët. Ju nuk mund të pini kupën e Zotit dhe kupën e demonëve. Ju nuk mund të merrni pjesë në tryezën e Zotit dhe në tryezën e demonëve. A duam ne të provokojmë Zotin deri në xhelozi? A jemi ne më të fortë se ai? Gjithçka më lejohet, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, po jo çdo gjë ndërton. Askush të mos kërkoj interesin e vet, por atë të tjetrit. Hani çdo gjë që shitet e kasapi, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes, sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. Dhe në qoftë se ndonjë jo besimtar ju fton dhe ju doni të shkoni, hani çdo gjë që ju vihet përpara, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes. Por në qoftë se dikush ju thot, kjo është nga flijim idhujsh, mos e hani. Mos e hani për atë që ju paralajmëroi dhe për shkak të ndërgjegjes, sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. Dhe them ndërgjegje, por jo tendet, por të tjetrit, sepse përse të gjykohet liria ime nga ndërgjegja e një tjetri. Në qoftë se unë marr pjesë me falenderim, pse të shahem për atë gjë, për të cilin falenderoj. Pra nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndis. Mos u bëni shkak skandali as për judenj, as për grek, as për kishën e Perëndis, sikurse unë vetë përpiqem t'u pëlqej të gjithëve në çdo gjë, që dhe nuk kërkoj përfitimin tim, por të shumtve që të shpëtohen. Kapitulli 11. Më imitoni mua, ashtu si unë jam imituesi i Krishtit. Haleluja! Edhe unë do ju lavdëroj vëllezër, që më kujtoni në të gjitha gjërat dhe i zbatoni porosit ashtu siç ua kam transmetuar. Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, kreu i gruas është burri dhe kreu i Krishtit është Perëndia. Çdo burr kur lutet ose profetizon kokë mbuluar turpëron kryet e tij. Edhe çdo grua që lutet ose profetizon kokë zbuluar turpëron kryet e saj, sepse është një lloj sikur të ishte erruar. Sepse në qoftë se gruaja nuk mbulohet, le t'ja presin flokët. Por në qoftë se për gruan është turp të qethet ato rruhet, le të mbuloj kryet, sepse burri nuk duhet të mbuloj kryet, sepse është shëmbëllimi dhe lavdia e Perëndis, sepse gruaja është lavdia e burrit, sepse burri nuk është nga gruaja, por gruaja nga burri, edhe sepse burri nuk u krijua nga gruaja, por gruaja nga burri. Prandaj, gruaja për shkak të engjëjve duhet të ketë një shenjë pushteti mbi kryet. Gjithsesi në Zotin as burri, as gruaja, as burri s'është pa gruan, as gruaja pa burrin. Sikurse gruaja vjen nga burri, ashtu edhe burri lind nëpërmjet gruas dhe çdo gjë vjen nga Perëndia. Gjykoni ndër veten tuaj. A ka i e gruas t'i lutet Perëndis pa u mbuluar? Por vetë natyra a nuk ju mëson se në qoftë se një burr i mban flokët të gjata, kjo është shënderim për te. Por në qoftë se gruaja i ka flokët të gjata, kjo është lavdi për te, sepse flokët i janë dhënë asaj për mbulesë. Por në qoftë se ndokush mendon të kundërshtoj, ne s'kemi zakon të tillë. As kishat e Perëndis nuk e kanë një zakon të tillë. Por duke u porositur këtë, unë nuk ju lavdëroj se ju mblidheni jo për të mirën, por për të keqen. Para së gjithash, sepse dërgjoj se kur bashkoheni në asamble, ka midis jush përçarje dhe pjesërisht e besoj, sepse duhet të ketë midis jush edhe grupime që të njihen në mesin tuaj ata që janë të sprovuar. Kur mblidheni bashk, pra, në një vend, kjo që bëni nuk është për të ngrënë darkën e Zotit, sepse në të ngrënët gjithsecili merr darkën e vet, më përpara dhe njëri ka uri dhe tjetri është i dehur. A nuk keni pra shtëpi për të ngrënë e për të pirë, apo përbusni kishën e Perëndis dhe turpëroni ata që s'kan asgjë? Çfarë t'ju them juve t'ju lavdëroj? Për këtë nuk ju lavdëroj, sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova dhe ju vetë se Zoti dhe juve se Jezus Krishti në atë natë që po tradhtoi mori bukën dhe si falenderoi e theu dhe tha: "Merrni hani, ky është trupi im që është thyer për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Gjithashtu, pas darkës mori kupën, duke thënë: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Bëjeni këtë sa herë që të pini në përkujtimin tim. Sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit derisa të vijë."
Prandaj, ai që ha nga kjo bukë dhe pi nga kjo kupë e Zotit pa denjësisht, do të jetë fajtori i trupit dhe i gjakut të Zotit. Por secili të shqyrtoj veten dhe kështu të haj nga buka e të pi nga kupa. Sepse ai që ha dhe pi pa denjësisht, ha dhe pi për dënim për vetveten, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Për këtë arsye, ka në mesin ju shumë të dobët, e të sëmur dhe shumë vdesin, sepse po të shqyrtonin veten tuaj, nuk do të gjykoheshim, por kur gjykohemi, ndreqemi nga Zoti, që të mos dënohemi bashkë me botën. Prandaj o vëllezrit e mi, kur mblidheni për të ngrënë, prisni njëri tjetrin. Dhe në qoftë se dikush ka uri, le ta hajë në shtëpi, që të mos mblidheni për dënim, dhe gjërat e tjera kur të vi do t'ja u tregoj. Kapitulli 12. Edhe përsa u përket dhuntive frymërore o vëllezër, nuk dua që të jeni të paditur. Ju e dini se kur ishit pagan, të rriqeshit pas idhujve të pagoj, në shtytje të çastit. Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në frymën e shenjtë nuk thot mallkuar qoftë Jezusi, dhe asnjë nuk mund të thot Jezusi është Zot, veç se në shpirtin e shenjtë. Ka alarmisht thuntish, por i njëjti frym. Ka alarmi shërbimesh, por i njëjti Zot. Ka alarmi veprimtarish, por i njëjti Perëndi, i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë, dhe secilit i jepet shfaqja e frymës për dobi të përbashkët. Dikujt pra i jepet me anë të frymës fjalë diturie, një tjetri sipas të po të njëjtit shpirt, fjalë njohurie, një tjetri besimi, dhe nga po ai shpirt, një tjetri dhuntin e shërimeve, nëpërmjet po të njëjtit shpirt, një tjetri pushtet për të kryer veprime të fuqishme, një tjetri profeci, një tjetri të dalloj frymrat, një tjetri larmi gjuhësh, një tjetri interpretimi gjuhëve, dhe të gjitha këto i bën i njëjti, i vetmi shpirt, duke i ndarë gjithë secilit dhuntit, veç e veç ashtu si do vet, sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithse janë shumë, formojnë një trup të vetëm. Kështu është edhe me Krishtin, sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një shpirt të vetëm, në të njëjtin trup, qofshim hebrejt apo grek, qofshim sklevrit apo të liruarit, dhe të gjithë kemi dhe jemi ujitur në të njëjtin frym, sepse edhe trupi nuk është një gjymtyrë vetme, por shumë. Sikur të thoshte këmba, mbasi nuk jam dorë, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit. Edhe sikur veshi të thoshte, mbasi nuk jam sy, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit. Po të ishte pjesë gjithë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte gjithë dëgjim, ku do të ishte të nuaturit? Por Perëndia ka vënë çdo gjymtyrë të trupit si ka dashur. Po të gjithë ishin gjymtyrët, por të gjithë janë një gjymtyrë, po të ishin të gjithë një gjymtyrë e vetme, ku do të ishte trupi? Kështu pra, janë shumë gjymtyrë, por një trup i vetëm. Dhe syri nuk mund t'i thot dorës, unë nuk kam nevojë për ty. Dhe po ashtu koka nuk mund t'i thot këmbëve, unë nuk kam nevojë për ju. Madje gjymtyrët e trupit që duken se janë më të dobta, janë shumë më të nevojshme se të tjerat. Dhe ato që ne i konsiderojmë më pak të nderuara, pikërisht ato rrethojmë me më shumë nderim, dhe të pajishmet tona janë për më tepër hije. Por gjymtyrët tona të hijshme nuk kanë nevojë, por Perëndia ndërtoi trupin duke i dhënë më tepër nder asaj pjese që e kishte mangut, që të mos kishte përçarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njëra tjetrën. Dhe nëse vuan një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët vuajnë. Kurse po të nderohet një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me të. Dhe ju jeni trupi i Krishtit, dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj vepra të fuqishme, pastaj dhuntit e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve. A jam në vallë të gjithë apostuj? Janë të gjithë profet? Janë të gjithë mësues? A kanë të gjithë dhuntin e veprave të fuqishme? A kanë të gjithë dhuntin e shërimit? A flasin të gjithë gjuhë të ndryshme? A interpretojnë të gjithë? Kërkoni me gjithë zemër dhuntit më të mira, dhe unë do t'ju tregoj një udhë më të lartë. Kapitulli 13.
Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve dhe të mos kisha dashuri, do të besha si një bronz që kumbon, si cimbali që tingëllon. Edhe sikur të kisha dhuntin e profecis dhe të dija të gjitha misteret dhe mbar shkencën dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet, por të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e mia për të ushqyer të varfrit dhe të jepja trupin që të digjeje e të mos kisha dashuri, nuk do të kishte nuk do të më vlerësonte asgjë. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smir, nuk vën në dukje, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pajishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dëshmon për keq, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet për të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, e mbarat në çdo gjë. Dashuria nuk ligështohet kurrë, por profecitë shfuqizohen. Por gjuhët pushojnë dhe njohuria do të shfuqizohet, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht, por kur të vi për sosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Kur isha fëmijë, flishja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, flaka gjërat fëminore. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu si kurse njihen. Tani pra këto 3 gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhja nga këto është dashuria. Kapitulli 14. Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrt të dhuntit frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni, sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndis, sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. Kurse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje dhe për dëllim. Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon ndërton kishën. Unë dua që të gjithë ju të flisni gjura, por për më tepër të profetizonit, sepse ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjura, veçse në interpretoft që të marrë ndërtim kisha. Dhe tani o vëllezër, po të vijajt ju flisja në gjuhë, çdo bi do të kishit. Po të mos ju flisja me anë të zbulesës, a me njohuri, a me profeci, a me mësim. Edhe gjërat që nuk kanë shpirt dhe nxjerrin zë, fyelli ose qesja, po të mos i japin zë të dallueshëm, si do të njihet të renit e fyellit apo të qestes. Sepse po të jap buria një tingull të panjohur, kush do të përgatitet për betejë? Kështu edhe ju, në qoftë se me gjuhën tuaj nuk flisni fjalë të kuptueshme, si do të kuptohet çfarë u tha, sepse do të flisnit në erë. Nuk e di se sa lloj zerash në botë, dhe asnjë prej tyre nuk është pa kuptim. Pra në qoftë se unë nuk e marr vesh kuptimin e zerit, do të jem si një i huaj për atë që flet, dhe ai që flet do të jetë një huaj për mua. Kështu edhe ju, mbasi doni fort të keni dhuntit frymërore, kërkoni që të keni të bollshme për ndërtimin e kishës. Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretoj, sepse në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, fryma ime lutet, por mendja ime është e pafrutshme. Po atëherë do të lutem me frymën, por do ta bëj edhe me mendje. Do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me mendje. Me fjalë të tjera, në qoftë se ti e lavdëron Perëndin me frymën, ai që zë vendin e profanëve, si do të thot amen për falenderimin tënd kur nuk merr vesh ç'po thua, sepse ti nuk mund të falenderosh mirë, por tjetri nuk ndërtohet. Unë e falenderoj Perëndin tim sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë, por në asamble parapëlqej të them 5 fjalë me mençurinë time, për mësimin e të tjerëve se 10.000 fjalë ose 10.000 fjalë në gjuhë tjetër. Vëllezër, mos u bëni kalamaj nga mendja, por bëuni forshnje për të ligën dhe burra të pjekur nga mendja. Në ligj është shkruar: unë do t'i flas këtij populli në gjuhë të huaja dhe me buzë të tjera, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Prandaj gjuhët janë një shenjë jo për ata që besojnë, por për jo besimtarët. Kurse profecia është për jo besimtarët,
nuk është për jo besimtarët, po për besimtarët. Prandaj në qoftë se kur gjithë kisha është mbledhur në një vend, të gjithë flasin gjura dhe hyn profan ose jo besimtar, a nuk do të thonë se ju kanë dalë mend, por në qoftë se profetizojnë të gjithë dhe hyn një jo besimtar ose një profan, a i bindet nga të gjithë dhe gjykohet nga të gjithë. Dhe kështu të fshehtat e zemrës së tij zbulohen, edhe kështu duke rënë me faqe përmbys do të adhuroj Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është me të vërtet midis jush. Ç'duhet bërë pra o vëllezër kur të mblidheni, se cili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër, zbules, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga 2 a më shumë a më të shumtët. 3 vetë dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretoj. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesht në kish, dhe le të flas me veten e tij dhe me Perëndin. Le të flasin 2 a 3 profet dhe të tjerë të gjykojnë. Por nëse ka një zbules, ndonjë tjetër që rri urlur, le të hesht i pari, sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajojnë të gjithë. Frymrat e profetëve ju nënshtrohen profetëve, sepse Perëndia nuk është një Perëndi i trazimit, por paqëtimi, si të gjitha kishat e shenjtorëve. Gratë tuaja të heshtin në kisht, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen sikur se thot dhe ligji. Edhe në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është e turpshme për gratë të flasin në kish. Prej jush doli fjala e Perëndisë, apo vetëm të ju arriti. Në qoftë se dikush mendon se është profet ose frymëror, le të njohë se ato që ju shkruaja në urdhërimet e Zotit. Edhe nëse dikush është i paditur, le të jetë i paditur. Prandaj o vëllezërit e mi, kërkoni me zemër të zjarrt të profetizoni dhe mos ndaloni të flisni në gjura. Po të gjitha të bëhen sikur se ka hije dhe me rregullsi. Kapitulli 15. Tani o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni, dhe me anë të cilit ju jeni shpëtuar. Nëse do të mbani fjalën që ju kanë predikuar, veç nëse besuat kot, sepse unë ju kam transmetuar para se gjithash ato që dhe unë veti kam marrë se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, dhe se ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12-ve, pastaj ju shfaq edhe një herë të vetme më shumë se 500 vëllezërve, prej të cilëve më të shumtë të rrojnë edhe sot, kurse disa kanë rënë në gjumë. Më pas ju shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Më së fundmi mu shfaq edhe mua si në dështimit. Dhe sepse unë jam më i vogli i apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndis. Por me hirin e Perëndis jam ai që jam, dhe hiri i tij ndaj meje nuk që i kot, madje jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndis që është me mua. Pra si unë, ashtu edhe ata, kështu predikoni edhe ju, kështu besuat. Por në qoftë se predikohet se Krishti u ringjall prej së vdekuris, si atëherë disa nga ju thonë se nuk ka ringjallje të vdekurve. Në qoftë se nuk ka ringjallje të vdekurve, as Krishti nuk u ringjall. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kot, dhe i kot është edhe besimi juaj. Atëherë edhe ne do të ishim dëshmitar të rrem të Perëndis, sepse dëshmuam për Perëndin, se ai ringjalli Krishtin, të cilin ai nuk e pas ka ringjallur, po të jetë me të vërtet të vdekurit nuk ringjallen. Në qoftë se të vdekurit nuk ringjallen, as Krishti nuk është ringjallur. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kot është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Edhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi të mjerët e të gjithë njerëzve. Por tashti Krishti u ngrit prej së vdekuris dhe është fruti i parë i atyre që kanë fjetur, sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi ringjallja nga të vdekurit me anë të një njeriu, sepse ashtu sikurse të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallin në Krishtin. Por secili sipas radhës, Krishti fruti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Pastaj do të vi fundi, kur ai t'i dorëzojë mbretërinë Perëndis atë.
pasi të kena zgjesuar çfarë do lloj sundimi çdo pushteti dhe fuqi, sepse duhet që ai të mbretërojë derisa t'i vërë të gjithë armiqtë e tij në këmbët e veta. Armiku i fundit që do të shkatrohet është vdekja, sepse Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e tij. Por kur thot se çdo gjë i është nënshtruar, është e qartë se përjashtohet ai që ja ka nënshtruar çdo gjë. Edhe kur ti ketë nënshtruar të gjitha, atëherë biri vet do t'i nënshtrohet atij që ja nënshtroi të gjitha, që Perëndia t'i jetë gjithçka në të gjithë. Përndryshe çfarë do të bëjnë ata që pagëzohen për të vdekurit? Në qoftë se me të vërtet të vdekurit nuk ringjallen, përse ata që pagëzohen do të pagëzohen për të vdekurit? Përse jemi edhe ne në rrezik në këtë orë? Për ditë unë po vdes për shkak të mburrjes për ju, që kam në Krishtin Jezus Zotin ton. Nëse unë desha në Efes si njeri kundër bishave, çto bikam? Në qoftë se në të vdekurit nuk ringjallen, le të ham e të pim sepse nesër do të vdesim. Mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Zgjoni për drejtësinë dhe mos mëkatoni, sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndin për turpin tuaj, po ja u them. Por do të thot ndonjë, si ringjallen të vdekurit edhe me ç'trup do të vi? O i pa mend, atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes përpara. Dhe atë që mbjell ti nuk mbjell trupin që do të bëhet, por një kokër të zhveshur. Ndoshta nga grur ose ndonjë far tjetër. Por Perëndia i jetë trup si të doj, se cilës far trupin e vet. Jo si pas mishit që është i njëjti mish, por tjetër është mishi i njerëzve, tjetër mishri i baktive, tjetër i peshqve dhe tjetër i shpendeve. Por ka trupa qiellor dhe trupa toksor. Por tjetër është lavdia e trupave qiellor dhe tjetër e trupave të tokës. Tjetër është lavdia e diellit dhe tjetër lavdia e enës. Tjetër lavdia e yjeve, sepse ndryshon në lavdi ylli nga ylli. Kushtu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet në prishje, ringjallet në paprishje. Mbillet në çnderim dhe ringjallet në lavdi. Mbillet i dobët dhe ringjallet me fuqi. Mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka dhe trup frymëror. Kështu është edhe shkruar. Njeriu i parë Adami u bë shpirt i gjallë, por Adami i fundit është frymë që jep jetë. Amen. Por frymërori nuk është më parë, por përpara është natyrori, pastaj frymërori. Njeriu i parë i ber prej dheu është toksor. Njeriu i dytë Zoti nga qielli. Siç është toksori dhe janë toksorët, haleluja. Dhe siç është qiellori, të tillë do të jenë qiellorët. Dhe sikurse mbartëm shëmbëllimin e toksorit, do të mbartëm shëmbëllimin e qiellorit. Edhe këtë po ju them o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. As prishja nuk mund të trashëgojë paprishjen. Ja, unë po ju them një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shndërrohemi në një moment, sa hapen mbyll syt, në tingullin e borisë së fundit, sepse do të bjerë boria e të vdekurit dhe të vdekurit do të ringjallen. Të paprishëm dhe ne do të shndërrohemi, sepse ky trup që prishet duhet të vesh mos prishjen, dhe ky i vdekshmi të vesh pa vdekshmërinë. Dhe ky trup që prishet kur të vesh mos prishjen, dhe ky i vdekshmi kur të vesh pa vdekshmërinë. Atëherë do të realizohet fjala që është shkruar, vdekja u përpi në fitore, o vdekje, ku është gjembi jote, o ferr, ku është fitoria jote? Dhe gjembi i vdekjes është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji. Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit Jezus Krisht. Prandaj o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë, të patundur, duke tepruar përherë në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin. Kapitulli 16. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu siç urdhërova në kishat e Galatis. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërmënjan aq sa mundjet sipas ardhurave të tij, që kur të vi të mos bëhen atëherë mbledhja ndihmash. Edhe kur të vi, ata që ju do të miratoni, unë do t'i dërgoj me letra që të çojë në Jeruzalem dhuratën tuaj bujare. Dhe po t'jete udhës që është të shkoj vet ata
do të shkon me mua. Ata do të shkojnë me mua. Edhe unë do të vi te ju pasi të kem kaluar në për Maqedoni. Dhe ndoshta do të rri te ju ose do të dimëroj që ju të më përcjellni kudo që të shkoj. Sepse kësaj ere nuk dua t'ju shoh vetëm kalimthi, por shpresoj të rri pak kohë pranë jush në dashur të Zotit, dhe unë do të rri në Efes deri në rreshajat. Sepse mu hap një derë e madhe dhe e fekshme dhe kundërshtar ka shumë. Tani nëse vjen Timoteu, kujdesuni që të rri me ju, pa druajtje sepse ai punon për veprën e Zotit ashtu si unë. Pra, asnjë të mos e përçmoj dhe përcilleni në paqe, që të vi tek unë sepse u e pres bashkë me vëllezrit. Sa për vëllana Apol, ju luta shumë që të vi tek ju bashkë me vëllezrit, por ai s'deshi kurse si të vinte tani. Por do të vi kur ta ketë volin. Rini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim. Silluni si burra, jini të fortë dhe çdo gjë që bëni, ta bëni me dashuri. Tani o vëllezër, ju e njihni familjen e Stefanas që është fruti i parë i Akais dhe që janë kushtuar shërbesës së shenjtorëve. Ju bëj thirrje që t'i nënshtroheni edhe ju atyre dhe kujdo që punon dhe mundohet në punën tonë të përbashkët. Edhe gëzohem për ardhjen e Stefanas, të Fortunatit dhe të Akaikut, sepse ata u plotësuan mungesën tuaj, sepse e freskuan frymën tim dhe tuajin. Prandaj nderoni njerëz të tillë. Kishat e Azis ju përshëndesin, Akuila dhe Prishila, bashkë me kishën që është në shtëpinë e tyre ju përshëndesin shumë në Zotin. Të gjithë vëllezrit ju përshëndesin. Përshëndesni njëri tjetrin me puthje të shenjtë. Me një puthje të shenjtë. Të fala dhe shëndet me dorën time palit. Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezus Krisht, qoftë mallkuar. Maranatha. Hiri Zotit ton, Jezus Krisht qoftë me ju. Dashuria ime qoftë me ju të gjithë në Krishtin Jezus. Amen. Kjo ishte letra e parë drejtuar Korintasve.